Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Ligjëratën e kaluar vëllezër, jemi ndal në fillim të vitit të 7 të hijretit dhe kemi përmend një rast i cili është pak i çuditshëm për muslimanët. Ajo është goditja e dërguarit Allahut alaihi salatu wasallam me sihr ose magjepsja e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe thamë që ne do të përmendim dy raste, njëri në rrafshin personal pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam, kurse tjetri në rrafshin politik, diplomatik dhe ushtarak. Dhe ky është i dyti të cilin duhet ta përmendim, të cilin ose pas së cilit vjen një ndodhi tepër e madhe e cila ka lënë gjurmë në të gjitha lëvizjet e Islamit gjatë jetës së pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam edhe pas vdekjes së pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Pas këtij rasti ton do të jetë betejë e Hendekut, betejë e Khajberit, m'falni. Betejë e Khajberit. Por para se të dalim tek betejë e Khajberit, kthehemi një 3 ditë përpara betejës së Khajberit. Vetëm 3 ditë përpara betejës së Khajberit, siç tregon Selemete ibn al-Akwa radhiyallahu ta'ala anhu, ka ndodh kjo ndodhi e cila do të fillon me një krim të kryer nga një grup banditësh të një fisi ndaj një njeriu i cili ishte nën kujdesin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe antar i komunitetit të muslimanëve të Medinës. Vetëm 3 ditë para Khajberit, i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam do t'i ketë devet e zeqatit tek një vend që quhet El Ghabe. Në këtë vend, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam do të vendos një çoban, një bari, dhe do të vendos 20 deve, dhe në mesin e së cilave do të jetë edhe një deve pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam personalisht e tij. Deve me shumë qumsht, me shumë tambël, të cilat do të kullotin në këtë vend. E ky bari do të ketë me vete edhe bashkëshorten e tij. Në një net prej netve, diku 4 ditë ose 5 ditë përpara Khajberit, përpara mëngjesit do të sulmohet, përpara sabahut do të sulmohet kjo kullot e muslimanëve dhe ky bari. Do të vritet bariu, do të merret bashortja e tij robresh dhe do të merren 20 deve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo betejë ose kjo ndodhi quhet betejja e El Ghabes, sepse El Ghabe quhej vendin në të cilin kullotnin këto deve, ose do të quhet betejja e Dhil Qirad, për shkak të vendit në të cilin do të marshon i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me 500 kalorës. Me 500 kalorës. Në Bedër sa kalorës kemi pat? 1 ose 2, apo? Ose hiç. Po le të themi 1, ne kemi thënë se 1. Në Uhud sa kemi pat? Shumë pak. Në gjithë betejat kemi pat shumë pak. Po tash i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam do të niset me 500 burra minimum kanë qenë qindra kalorës. Nuk e përkufizojmë numrin, po kanë qenë 500 ushtar. E gjitha kjo ka nis me robrimin e çobanit dhe bashortes së tij dhe marrjen e 20 deveve. Disa prej autorëve të sirës janë të mendimit që kjo ka ndodhur përpara Hudejbijes, madje këto janë shumica e dietarëve të sirës. Por ama Ibn Hajeri dhe përpara atij El Bejhaqi dhe Ibn al-Qayyimi dhe të tjerë janë të mendimit që kjo ka ndodhur 3 ditë përpara Khajberit dhe pas Hudejbijes, kuptohet, dhe për këtë dëshmon hadithi i cili është sahihun e Imam Muslimit rahimahullahu taala nga Selemete ibn al-Akwa, dhe ky është mendimi i Imam Buhariut rahimahullahu taala. Seleme ibn al-Akwa është heroi i kësaj betejë, për shkak të qëndrimit të tij burrnor. Atë natë kur do të sulmohet bariu, ky çoban i fisit Ghifar, në kullotat e muslimanëve, Seleme bashkë me një shërbetor të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam do të niset drejt këtij vendi që quhet El Ghabe përpara namazit sabahut. Dhe diku pak para sabahut do të vjen një shërbetor prej shërbetorëve të muslimanëve, punëtor, dhe do t'i thotë Selemes: lajmëroj muslimant se kullotat tona janë sulmuar, çobani jon është marrë rob, edhe bashortja e tij dhe devet, vetëm 20 deve. Kanë shku.
e Seleme ibnul Ekwa kthehet ka Medinja, shikon destinacionin përpara dhe ky vend nuk është 10 kilometra pi Medinës, është pak më shumë. Andaj thuhet se Seleme ibnul Ekwa ka thirr me maksimumin e zërit të tij. Ka bërtit, wa sabaha, disa herë, sa që banorët e Medinës e kanë dëgju dhe e pa dëgju i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, andaj tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam el feza'u. El feza'u është thënie që aludon për gjendje alarmante të jashtëzakonshme. Dhe kështohet gjendje alarmante kur këtë e thot i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. Andaj në moment mlidhen sahabet dhe vinë një numër i madh kalorësish përreth pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam dërgon grupin e parë të kalorësve në drejtim të Elgabes. Ndërkohë, del dielli, Seleme ibnul Ekwa nisët drejt Gabes dhe i sheh ato të cilët sulmusit që e kanë vra bariun, e gjon xhenazën atij dhe e sheh se ato e kanë marrë bashorten e tij dhe devet dhe janë nis drejt fisit të tyre. Vazhdon dhe i pason Seleme ibnul Ekwa dhe i gjun me shigjeta. Ai e rrëfen hadithin sahihun e Imam Muslimit, vet Seleme e rrëfen. Thot, shkojsha në kodrinat vogla dhe ku ishin pemët e dendura dhe i gjujsha me shigjeta, sepse nuk ishin shumë në numër. Dhe sa herë thot që ata mu ktheheshin me kuaj, thot hisha, ku janë pemët e dendura, drut e dendët, edhe thot e disha sa ai me kal nuk mund të hije, ndërsa ka frikë që të zbret nga kali dhe të msulmon se e din se unë do ta gjuaj me shigjeta. Kështu që thot e plagosa të parin dhe e plagosa të dytin, madje Seleme ka vra njënin prej tyre. Dhe i ka pasu, sa që ata janë friksu pse ky burr është kaq shtrim. Sigurisht ka ushtri të madhe që është prapa tij, andaj ky insiston kaq shumë të na pasoje. Për këtë shkak thot, fillun që t'i hedhin shtizat e tyre, që t'jenë më të lehtë. Fillun që t'i hedhin gjybet e ranta, të cilat u vishin gjatë natës, sa që thot kanë hedh 30 gjybe. E thot çdo gjë që hidhnin, unë e mlidhsha me një ve dhe vendosja gurës, të cilat do t'jenë shenja për ushtrinë dhe kalorësinë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot i gjuja me shigjeta dhe ju thosha atyre, ana ibnul Ekwa wal yawma rudda. Un jam i biri el Ekwa. Seleme është nga një fis beduin, është i njohshëm me burrnin dhe trimrin e tij, andaj thot kur ka gjuj, ka thonë ana ibnul Ekwa wal yawma rudda. Un jam i biri Ekwas, kurse sot është dita e poshtrimit të poshtërve. Unë do t'ju poshtroj një nga një. Andaj thot Seleme radiallahu ta'ala an, vazhdova thot t'i gjuaj, derisa thot ata më rritën me një ve, me një ngushtic, ku i than njëri tjetrit na ka lodh maki. Për një herë thot atyre ju erdhi ndihmë. Një nga komandantët e fisit të tyre ju thot si është gjendja, thot po ne i kina hu 30 gjybe, kina hu 30 shtiza, e kina lon një kal, do me thonë kina desht jemi sa më të lehtë gjatë rrugtimit tonë. Po kush vjen pas juve? Po është njëni. Një? Thot po një është. Thot s'ka mundësi të jetë një. A një është përpara juve. Po ai ka ushtri prapa tij, përndryshe nuk kish dal vet. Andaj thot dilni një 3-4 veta. Thot Seleme, sikur këto 3-4 e vërejtën se janë vet. Edhe thot më erdhën lartë në kodër, derisa thot unë ngjita nalt, e ne ju thash atyne. Nëse afroheni, një pi juve edhe unë. Andaj unë ju kisha këshillu të ktheheni. Se pa me shku njëni pi juve nuk ka mundësi. Unë pikur jam pas juve. Gjithë ditën jam të ju ndjek. A mendoni se e lë njëni pi juve pa me shku viktim? Andaj thot, u menduan pak dhe u kthyen. Kur u kthyen thot, pash kalorësit e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e tyre, Al-Akhram radhiyallahu ta'ala anhu, a është Mihraz ibn Nadlete. E dikush mund të thot, po si ka mundësi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgon kaq kalorës përgatit 500 ushtar për 20 deve. 20 deve. Pse gjithë kjo potere të bëhet Allah? Ku është matematika e gjithë kësaj? E matematika e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk është devja plus njeri barazi kaq. Matematika e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam është
le zewalu dunja ahwanu inda Allah. Shkatrimi i dynjas është më e lehtë tek Allahu se vrasja një besimtar. Kjo është matematika. Matematika e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe kalkulimet e tija është kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Çdo kush prej jush është çoban dhe secili prej jush është çoban në kopen e tij. Pastaj tha wal imamu ra'in. Edhe imami prijesi është çoban në kopen e tij. Andaj i dërguari Allahu te alayhi salatu wasallam ndjente përgjegjësi se ky njeri nuk ka mundësi që të vjen dikush ta shqetëson në halallin e tij dhe ne qëndrojmë duar kryq të bëjmë kalkulime, pa bëhet me gjithë kjo potere për 20 deve, valla. A çohet gjithë kjo ushtri për 5 bandita, për 10 bandita, të cilët do të kthehen fisin e tyre dhe u kry puna. I dërguari Allahu te alayhi salatu wasallam nuk i ka bë këto kalkulime, për shkak se ka mendu se shqetësimi një antarit komunitetit ton, ani se është në periferi, ani se është i dobët, ani se nuk ka ndihmëtarin e tij në mënyrë direkte aty. Dalja në ndihmë të një të dobti është shkak i sjelljes së ndihmës së Allahut në tokë. Dalja në ndihmë të atij që i zhbo padrejtësi është shkak i fitores së atij i cili ka fuqi. Në momentin që i fuqishmi nuk e sheh të dobtin se meriton ndihmë, ai është i fuqishëm, kriminal, arrogant, të cilit Allahu nuk i ndihmon. Kështu që i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam dërgon dërgimin e parë të kalorësve, në krye të tyre ishte Al-Miqdad ibn Amr dhe ky sahabiu të cilin e përmendëm, Mihris ibn Nadlata Al-Akhram Al-Asadi. Kështu e thirrnin, Al-Akhram Al-Asadi. E pasi që Selim ibn al-Akwa i gjuan me shigjet dhe njënin e kish plagos 2 herë. Sa që ato kishin mëri tek një burim që quhet Dhil Qirad. Andaj i thon beteja e Dhil Qirad. Kishin arritë burimi e Selim i gjujt aq shumë sa që ata thanë linë burimin shkojmë më para, na lanë rahat ky. E vjen grupi i parë i kalorëve në krye me Miqdadin dhe Akhremin rahimahullahu taala, radhiyallahu. Dhe thot, kur mritën sahabet, e pan ata sulmusit se vjen pluhri madh prapa meje. Dhe u larguan dhe thot, mora frenat e kalit të Al-Akhram Mihrizit, e po i thomo Mihriz, ma ka dale. Pritet vjen i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam se e vërrej se sikur ata po përgatiten për dëni kurth. Sikur janë tu na prit. Përgjigja Al-Akhram Al-Asadi, e dini cila është? Ai i tha kështu radhiyallahu ta'ala anhu. Tha, o Seleme, nëse beson Allahun dhe ditën e fundit, e di se xheneti është hak, edhe zjarri është hak, apo bëhesh pengesë mes meje dhe shahadetit? Mes meje dhe të rënit shahid unë? Ti i cili gjithë ditën i jetu shku pas tyne, vetë. E mu më thu kujdes dhe prite pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam? Nëse beson Allahun, ditën e gjykimit, e din se xheneti është hak dhe zjarri hak, apo bëhesh pengesë që unë të bëhem shahid? E tha Seleme, ilshova frenat e kalit të tij. Pastaj thot, ai u vërsul njënit prej tyre që quhej Abdulrahman. Dhe çaloi kalin e tij dhe ai rapi kalit. Por ama u qua, e çaloi kalin e Akhremit edhe e vrau këtë sahabiun. Radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj Al-Akhram është i pari i vrarë në këtë betejë dhe i fundit. Çka ka fitu? Kur gja, po? Matematika Al-Akhram nuk ka qenë neve na ka shku një barije në unë nuk jap jetën për të. Matematikat e tyre kanë qenë ndryshe. Matematika e tij është Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu pat blejt e besimtari ka shit. Allahu çfarë ka blejt? Anfusahum wa amwalahum. Allahu ka blejt shpirtrat edhe pasuritë e tyre. Po çka kanë marrë këto për këmbim të shpirtrave dhe pasurive? Bi enne lehumul gjenne, që ata ta kenë gjennetin.
El Akhram radhiyallahu ta'ala anhu është çu për ideal, se një pitonve nuk mund ta preke dikush dhe të mos ketë pasoja. Okej, ne e kuptojmë kur dikush ka bo zullum nga tonit, kur dikush i ka te i kalu kufit, kur dikush është regu arrogant, kur dikush ka hin me orta klëk të gabuar, ku ta di unë. Mirë po në halalin e ti, në punën e ti dhe vjen dikush e shqetson dhe ngacmon, për këtë jepet jeta. Po. Inna Allah ishtara minel mu'minine anfusahum, Allahu ka blej dhe l'Akhram ka shit. Allahu ka blej shpirtin dhe l'Akhram ka marrë xhennetin radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj thot Selem ibn Lekua e sheh pis largu. Shokun e tij frenat e së cilit i kishte në dorë. Thot shkoi e çaloi kalin e tij, u vra dhe në moment thot erdh el Miqdad ibn Amri, kalor si më i madh i kësaj beteje, e i ra armiku të Allahut dhe e la të vran. Ama shkoi el Akhram radhiyallahu anhu. A ka shku për kot, hiç për kot vallahi. Ka qenë në fund të 30-tave të tij, diku 38 ose 39 vjet, radhiyallahu ta'ala, vjetët më të mira të jetës së tij pa të kalu pranë pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe e ka dhënë shpirtin në formën më të mirë që mund ta jep shpirtin besimtari, në përkrahje të drejtësisë dhe në kërkim të hakut të shtypurve. Andaj thot Seleme radhiyallahu ta'ala an, El Miqdad ibn Amr e vrau këtë Abdurrahmanin dhe mbuloi atë me gjyben e vet. Më pas thot, vazhduan që t'i pasojnë, shkojnë pas tyne, këto pak kalorës. Edhe Seleme pas tyne, radhiyallahu ta'ala anhu. Kur ka ardhur pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, sahabët e kanë pas ka një xhenaze dhe me këtë xhenaze kjo xhenaze është e mbuluar me gjyben e El Miqdad ibn Amrit. Andaj tha nuk pas ka vra Miqdadi. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha nuk është Miqdadi, po është armiku i Allahut i cili është mbulu me gjyben e Miqdadit për të na tregu Miqdadi që unë e kam vra. Ta dini se kjo është viktima ime. Është i vrari imi. Andaj i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam dal nga dal, do të afrohet me ushtrinë e tij të numërt drejt fisit antar të së cilit e patëmbo këtë krim. Edhe Seleme radhiyallahu ta'ala anhu do t'ju afrohet dhe thot, u afrova kampit të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe e parë se Bilali radhiyallahu an kishte therr një deve, sepse për ta ushqi këtë ushtri nuk shkon një dele, 500 veta. Andaj thot e parë se kishin therr një deve e i përgatiste pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam nga mëlçia e saj dhe nga dhjami i gungës së saj. Nga dhjami i gungës së saj. Më pas thot ja afrova pejgamberit Allahut alaihi salatu wassalam e i thash ja Rasulullah, mi jep një 100 prej shokëve tu. E i thash, haberi, pse? Thash mi jep një 100 prej shokëve tu të marrë dhe të shkoj pas tyne, ti pasoj derisa mos la asnjë nijet li, i cili don, ka nijet në të ardhmen, të na boje keq, të na boje keq. E në tha thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, e kuntu fa'ilan dhalika ya Seleme. A e kishe bo këto o Seleme? I thash po si jo, pasha atë që të nderoj. Dhe është interesante, në këtë rivajet, Seleme radhiyallahu ta'ala anhu betohet në Allahun 2 herë, duke thënë pasha atë që të nderoj dhe në vendin tjetër pasha atë që e nderoj Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe është prej betimeve më të bukura që mund të dëgjon njeriu, se me të vërtet atë të cilën ja ka dhënë Allahu pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam është forma më e lartë e nderimit. Andaj thot Seleme, pasha atë që të nderoj e kisha bë. E tha pejgamberi Allahu alaihi salatu wasalam, o Seleme, kuptimi i fjalës, e ke kry punën, merre ma me dëbut me Selem. Linu pa kapsir aty. E i tha Seleme pse? Nga se thot ata janë tu ikë. E janë strehu të këfilani i fisit Ghatafan. Dhe a i thot i pat gostit me një deve. Por ama kur pan pluhrin e ushtris ton, u friksuan, ikën dhe lanë gjithë shka prapa tyne. Andaj ato jënë të ikë. Deve t'i kanë lanë, edhe kanë shku. Më pas, pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam qëndrojnë në Dhiqirat një natë një ditë.
Mlodhi informacione për to njerëz dhe fisit të cilit i përkasin ata. Ky është fisi Ghatafan. Dhe ky fis do të bëje probleme ose do të ketë potencial për të bërë probleme, sidomos në mundësinë e tyre për të bërë aleancë me jehudit e Khajberit. Andaj Ghatafani si fis nuk ishte i vogël dhe kishte autoritet në mesin e arabëve të asaj kohe. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do t'i lata të kthehen në fisin e tyne, por ama do të qëndron për të shfaq fuqi, dhe se çdo kush të cilit i shkon mendja të bëhet diçka të tillë, këto janë pasojat. Dalim ne me ushtri e cila i ka 400-500 veta dhe shkojmë dhe kërcëtojmë mirëqenjen e fiseve të tyre. Atë ditë pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam do të sulmon disa prej vendbanimeve të këtij fisi dhe do të marrin plaçk lufte dhe do të shpërndan plaçkën e luftës me sahabeve të tij dhe do të lëvdron 2 sahabe. Njëri është kalorës dhe njëri ishte kompsori. Kalorësi ishte Al-Miqdad ibn Amrin radiyallahu ta'ala anhu. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Khayru fursanina al-yawm Abu Qatada", "Khayru fursanina al-yawm Abu Qatada", radiyallahu ta'ala anhu. "Wa khayru rijalatina al-yawma Salama ibn al-Akwa", andaj do thot Salama i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, "Më dha plaçk lufte për kompsorin time dhe më dha plaçk lufte sikur me qenë një kalorës." Edhe pse e ka lëvdu për faktin që ai ishte këmsor. Wa alaikum salam. Më pas i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, hypi Salama ibn Akwa në devën e tij, hypi edhe ai në deve dhe u kthyen në Medinë. Mbetet pyetja, çka u bë me gruan e çobanit dhe devet e muslimanëve. Përgjigjen e jep vetë kjo grua. Thot ajo, pasi na rrëmbyen ata dhe vran burrin tim, në kohën tonë me ja vran një dikujt burrin, po jo dikujt dhe një gruas, po me ja vran dikujt dikën të familjes, burri i rënd është e ne moj priten kamët as levizën as. Kjo grua ka qenë. Megjithatë, ka tentu të ikje në momentet e para pasi është rrëmbyer. Andaj thot ikja pin deve në deve dhe sa herë që shkoja te një deve, ajo thot u lëronte. E në thot ato u alarmoshin e dishin se jon te filan devja. E shko te njëna te tjetra, derisa thot shkova te devja pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. El Adba. E thot ajo nuk bani za. Hipa mbajat. E thosha, o Allah, nëse mbrin Medinë, zotohem ty, o Allah, se këtë deve da bëj kurban. Edhe deven ta bëjsh kurban, në atë kohë ka qenë kurban i madh. Sot është kurban i madh. Mos folim në atë kohë. Ku devja ka qenë tren, anije, bicikëll, çdo send ka qenë. Çdo mjet transportues është devja. Sidomos në ditët e nxehta. Andaj thot, ajo thot, unë thot, isha mbi devën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe bëjsha dua, o Allah, nëse mrin Medinë gjallë shëndosh. Këtë deve ta bëj kurban. Kur mritëm, thot Medinë, mriti edhe kjo grua. E vjen dikush e i thot pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. I thot, ja Rasul Allah, gruaja e çobanit ka shpëtuar dhe muslimanët gëzohen. Ama është zotu se da bëj kurban devën tande. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, pse? Se thot është zotu që nëse Allahu e sjell Medinë gjallë shëndosh, se do ta bëj kurban devën mbi të cilën ajo ka ardhur në Medinë. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thirrën atë grua. E thirrën këtë grua. E i tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, bi se ma jazaytiha. Sa shpërblim të keq i ke dhënë kësaj devës. Ajo është sebeb për shpëtimin tënd. E ti e bën kurban. Bi se ma jazaytiha. Pjesa e dytë e hadithit është e njohshme. Këtë pjesë të parë njerëzit nuk e kanë dëgjuar. Pjesën e dytë çdo kush që ka lexuar në kapitullin e zotimit e ka dëgjuar pjesë. Ama pjesën e parë dhe shkakun pse është thënë ky hadith, njerëzit nuk e dinë. Andaj dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po i thotë, çfarë shpërblimi është kjo? Sa shpërblim të keq i ke dhënë? Vazhdon dhe thotë alayhi salatu wasallam, la wafa'a li nadhrin fi ma'siyati Allah, wala fi ma la yamliku banu Adam. Ose ibnu Adam.
nuk ka zotim në mëkat ndaj Allahut dhe nuk ka zotim në atë që nuk e posedon i biri Ademit. Janë dy gjëra. Zotohesh në diçka që është haram, nuk duhet ta çesh zotimin vend. Për shembull, unë zotohem nëse sot dal gjallë nga ky vend, di pi 2 litre raki. Kjo është zotim në Allahun, po s'lejohet. S'është haram. Kjo është pjesa e parë e hadithit. Pjesa e dytë thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka zotim në gjëra të cilat nuk i posedon i biri Ademit. Unë zotohem nëse djali im del shëndosh këto arat, kit jap haxhis. Parat nuk janë tua, si do japish? S'mund t'japish gjën e huaj. Andaj sikur i thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk mund ta bësh kurban gjën e huaj, nuk është e jotja. Është e imja. Po para asaj thot bi se ma xhezetia. Sa shpërblim të keq i ke dhënë. Ebu Shehbet rahimehullah ka thënë lidhur me këtë thënie të kësaj sahabeshës kështu. Dhe qëndrimin e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam ka thënë kështu. Vërtet, ky rrëfim na zbulon mirësinë e moralit dhe shkallën më të lartë të besnikërisë me të cilat ishte stolisur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një besnikëri që përfshiu si bijtë Ademit, ashtu edhe kafshët. Ky ka qenë një mësim i dërguarit Allahut alaihi salatu wasallam që ia dha asaj gruaje, që të mbetej shembull për gjithë brezat, i Zoti i moralit më të madh. Ai është i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam. Na mëson që mirësinë ta shpërblejmë me mirësi, të bukurën me të bukur dhe begatin me falënderim, e jo me mohim apo mosmirnjohje. E besnikëria mbetet detyrim madje edhe ndaj kafshës. E pasi i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam ja bëri qartë kësaj gruaje se kjo sjellje, edhe pse nuk i shkonte për nga morali e burria, mbi të gjitha nuk ishte lejuar fetarisht. Fjala bi se ma xhezeitiha, sa keq që ke shpërblyer, kjo është në aspekt moral, në aspekt të besnikërisë dhe burrnisë. Nuk i shkon kësaj. Plus asaj, është haram, se nuk është e jotja. Ke gabu të ke para, dhe ke gabuar të ke dyta. Po asnjëra nuk është diçka e cila duhet i mbeshet muslimanit. Sepse nuk ka zotim në mëkat, e as në atë që njeriu nuk e zotron. Me këtë, i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam do t'i tregoj të gjithë gatishullit arabik në atë kohë, dhe do t'i tregoj çdo një njeriu i cili lexon siren e atij deri sot e kësaj dite, se një musliman dhe një njeri i cili është në punën e tij është më i vlefshëm se sa të çosh një ushtri për ta marrë hakun e tij. Po, edhe nëse është një. Këto kalkulime nuk janë kalkulime me standardet tona materialiste. Këto janë kalkulime të cilat Allahu i ka zbritur që ne të mendojmë më ndryshe se tjerët. I dopti tek ne është më i nderuari, është më i respektuari dhe është ai të cilit të parit i jepen shërbimet, jo i fundit. Nga se ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, innema tunsaruna bi du'afaikum, juve ju vjen ndihma për shkak të dobtave tuaj. Po ajo shoqëri e cila doptin e mbat të dobët dhe e trajton si të dobët, do me thonë, nuk ja jep hakun, nuk ja jep shërbimet, i bën padrejtësi, i bën shtypje, kjo shoqëri s'ka mundësi të përparojë. Ajo shoqëri e cila të doptin e nxjerr gjithmonë në radhë të parë. Tek ne plaku ka përparësi ndaj gjithëve. Fëmia ka përparësi ndaj gjithëve. Gruaja e cila është e pamundshme ka përparësi ndaj gjithëve. Dhe shoqëritë tona kanë pat bereqet për shkak këtyre virtyteve që i kemi kultivuar. Në momentin që këto i kemi humb lidhshmërinë tonë me trashëgimin, të cilën e kemi trashëguar nga i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam. Kjo ishte ndodhia e parë. 3 ditë pas kësaj vëllezër, do të fillon përgatitja për një ndër betejat më të mëdha të jetës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sa jemi kthyer nga beteja, kemi hupni sahabe. Dhe sahabe do të fillojnë sikur të vërejnë lëvizje të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Por ama, kush lexon sirën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam vërej një gjë. Se në çdo betejë i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam ka thënë se ne shkojmë në betejë, po nuk ka treguar për ku shkohet. E në kjo është shumë interesant. Shoqëria e sahabeve është shoqëria më besnike. Shoqëria e cila ka pat më spaku tradhtar. Megjithatë, gjendja
e sekretit në lëvizjet e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kur vjen puna për lëvizjet diplomatike dhe ushtarake, është maksimum. Dhe njëkohësisht ajo çka vëret është se sahabet nuk ofendohen nga fakti që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na thotë se ne nisemi për një kur vjen dita kur të nisemi ai niset për në veri. Hiç nuk ofendohet. Madje thonë që kjo është prej aftësive të prijesit, që ushtari thjesht nuk ka nevojë ta dijë çdo detaj. Që banorët e thjesht Medinës nuk duhet ta dinë çdo detaj se si udhëhiqet shteti. Ama sot në rrethanat e sotme, çobani do të përzihet në vendimmarrje dhe në politikë bërje. Doktori njëjtë, intelektuali njëjtë, të gjithë janë të barabartë në formimin e mendësisë se si duhet funksionon shteti. Që s'ka të bëjë me realitetin. Nuk ka të bëjë me realitetin. Realiteti është se do njerëz janë më të aftë, më të prirur për të udhëheqë se disa të tjerë. Edhe kur ata udhëheqin, dinë gjëra të cilat ne nuk i dinë. Shumë normale kjo. Ai që udhëheqën një firmë me 2000 punëtor, nuk është si një i cili udhëheq një firmë me 30 punëtor. Këto kanë dallim në aftësitë menaxhuese. Këto kanë dallim në nivelin e tolerancës së stresit. Kanë dallim janë i tjetrit. Ky ka 30 punëtor, ky ka 2000, ka 20000. E kështu me radhë. E i dërguari Allahu alayhi salatu wasallam gjitha betejat e bante këtë gjë. Tregonte se si kur niset për në veri, ama destinacioni ishte krejtësisht në anë tjetër, përpos në 2 beteja. Yarhamukallah. Kur jepet selam, selamin mjafton ta kthejë njani. Kur thuhet elhamdulillah, do të gjithë thonë yarhamukallah. Nuk është sikur se te selami. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam këto 2 beteja ju ka dhënë sahabeve. Se ku është nisur? Një prej këtyre 2 betejave është Khajberi, e dyta është Tebuku. Pse është treguar në aspekt në betejën e Tebukut është treguar për shkak të distancës së largët dhe destinës verore. 2 gjëra. Distanca shumë larg, edhe atje kush pret? Ushtria bizante në krye me Herakleun. Dhe në Khajber, për shkak se Allahu pa të zbritur ajet që në betejën e Khajberit mos merr pjesë askush prej atyre të cilët nuk pa të ndalë në Hudejbije dhe të mos kenë të drejtë të marrin asgjë nga plaçka e luftës që është marrë në Khajber. Andaj kjo pin fillim, janë të shku në Khajber, ata që marrin pjesë janë vetëm sa 1400-500 burra. Kaq. Po të ne tjerët s'keni të drejtë. Nga se vullnetarisht nuk keni ardhur në Hudejbije, po tash këto pse duan të nisen për në Khajber? Nga se Allahu pa thënë wa maghanima kathira ta'khudhunaha, dhe plaç këtë luftës të cilën ju do ta merrni. E sikur ata e kuptuan se ne do kena fitore. Andaj ki duan të jenë fitore aty. E Allahu tha ja. Do të jenë vetëm ata të cilët kanë qenë në Hudejbije dhe të cilët e ja patën dhën besën pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam në Bej'atur Ridwan. Kështu që i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam filloi përgatitjen e ushtrisë së tij. Shkaku i betejës, pse shkohet në Khajber, i cili është një qytet jo shumë i vogël në veri të Medinës. Territori i veriu të Medinës, ajo është rruga drejt Shamit, përbëhej nga disa qytete dhe nga disa çerdhe ose vend tubime të hebrejve, të cilat vetëm se kishin filluar tregojnë një lloj komploti të tyre me fisin Gatafan kundër pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam për ta ndërprerë këtë aleancë të re, do të sulmon Khajberin, Tejman, Wadi al-Qura, dhe këto dhe disa vende përreth tyre që t'ju bën selam Gatafanit se aleatët tuaj të ri më nuk janë kryesorët në terren. Kjo e para. E dyta, Khajberin a keni dëgjuar më para deri në këtë betejë? Gabim e ki jeto. Jo e ke dëgjuar si emër. A e ke dëgjuar ndodhit që ka ndodhur? Pse?
Bravo Arbi. Këto janë organizatorët e betejës së Ahzabit ose Hendekut. Këto çon njerë të njëna palë, çon njerë të pala tjetër. Edhe i tubuan të gjithë këto aleatët që i quajmë ne Ahzab për të luftuar brenda Medines dhe për ta shpartalluar Islamin. Motivi i tyre çfarë ishte? Si? Pse është gjithë kjo urrëtie ndaj njerëzve të Medinës? Motivi i tyre ishte se Khajberin kush e banonte? Jahudit. Dhe fiset e Medinës që ishin dëbuar nga Medinja, Beni Qurayza, Beni Qainuqa dhe Benu Nadir, u strehuan dy vendbanime, në Tejma dhe në Khajber. Andaj kur shkun në Khajber, ata nuk u rahatun. Thanë, neve ato na kanë përzon nga vendi jonë, do të bëjmë çmos që të ngjallin fitnë mes arabëve, që ata të vinë në numër të madh dhe t'i luftojnë muslimanët e Medinës. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam pa të bë marrëveshje me aleatët e këtyre, me Qurayshët. Dhe nga ana e Qurayshëve ishte i sigurt dhe ishte i sigurt nga fiset aleate të Qurayshëve prej arabëve. Kështu që si me thonë, ne dhe ju jemi, vetëm ne ju jena këtë betejë. Gatafani e merr me rezervë këtë problematik. Kështu që ato zyrtarisht nuk janë aleat. Sulmojnë këtu atje, po nuk janë aleat të këtyre fiseve hebreje. Kështu që i dërguari Allahu alaihi salatu wasallam e kupton se po që se ne eliminuam rrezikun e hebrejve të Tejmaz dhe Khajberit dhe këtyre vendeve, ne kemi eliminuar rrezikun e Gatafanit dhe kemi siguruar rrugën drejt cilit vend? Shamit. E rruga e Shamit pse është e rëndësishme? Biznesi. Nuk mund të mbijeton një vend nëse kanalet e biznesit i kije të bllokume. Gjithë kjo luftë sot të bëhet në ngushticën e Hormuzit çaj ngushticë e vogël, po çaj ngushticë e vogël është një damar i rëndësishëm i lëvizjeve të mëdha që bëhen në dynja. Andaj gjithë janë të gatshëm taktizojnë, do të bëjnë matematika ndryshme, vetëm që ky damar i biznesit në dynja të mos preket ose pa të preket. Varësisht si e sheh meselen. E njëjta ka qenë edhe në atë kohë. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë i vetëdijshëm për pozitën strategjike të këtyre fiseve. Ajo që e dallon këtë vendbanim, sidomos Khajberin, nga vendbanime tjera, është infrastruktura e arkitekturës të vendi. Pse dallonte ky vend nga vendet tjera? Bravo. Ka pat shumë kështjella. E kështu që arabët në atë kohë nuk ishin të mësuar të luftojnë në vende që kanë kështjellat nalta. Do me thonë, mjetet ushtarake nuk i kishin në atë deregje sa që ne mund të rrethakojmë një vend dhe të mbajmë gjatë në qëndrim, në rrethakim falni. Kjo ishte sfidë e re për muslimanët. Megjithatë sfidë e cila me do mos ishte te i kalohej. E dyta ishte se vendi i Khajberit dhe Tejmaz dhe këtyre vendeve ishte i njohshëm për hurma të shumta. Kështu që kalorësia nuk e kishte lehtë kaloje në përbafqet e tyne. Dhe kjo është një sfidë tjetër. Dhe shkaku i ardhjes së hebrejve në Khajber ishte çfarë? Kërkimi për vendin në të cilin ka hurma. Pse? Po, për shkak të pritshmërive të tyre se në këto vende do të vjen një pejgamberi i Allahut, po nuk erdhi në Khajber. Nuk ishte nga Medinja, po ishte nga Mekja dhe doli ku? Në Medinë. Kështu që në Medinë kishte hebrej, pritnin pejgamber, në Khajber kishte hebrej, në Tejma kishte hebrej, megjithatë ato nuk mendonin se është i Mekës dhe do të vjen në Medinë dhe do të jetë pejgamber i Allahut. Për detaje tjera inshallah taala do të flasim në gjërat e ardhshme. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka